Përshëndetje miq të emisionit tonë. Sot do ta nisim ditën me art. Unë ndodhem në vendin e punës së Taulant Jeminit, i cili përveç profesioneve si jurist, elektronik apo edhe si mekanik, ai vazhdon një pasion të tij. Ai krijon instalacione prej metali, por që jep në fund atë vlerën e një arti. Por për të njohur më tepër nga punimet e tij dhe rreth tij, unë jam këtu me Taulant Jemini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Këtu kemi disa nga punimet tuaja, të cilat do kemi mundësi t'i shpjegojmë pak më vonë, por doja të ndalemi tek fillimet tuaja. Si e keni nisur pasionin tuaj për instalacionin, për krijimin e objekteve prej metali, por që kanë në fund atë kuptimin e një vepre artistike, ta quajmë kështu? Kjo është si rrjedhoi një punë të gjatë ndër vite, domethënë sepse jam marrë me pjesën e automobilave, makina dhe domethënë më ka lejuar te kjo pjesa që kam pasur gjëra që kanë mbetur nga makinat, ingranazhe, zinxhira, qarqe të ndryshme, dhe duke bërë punën që kam pasur primare, kuptohet i kam mbledhur këto dhe duke patjetër që unë kam, domethënë e kam këtë shpirtin e artistit, si thon. Kam bashkuar gjëra, element, kam krijuar vepra, duke bërë një, pastaj kam bërë një tjetër, kam bërë gjëra më të mëdha, kam marrë porosi dhe kështu ka vazhduar kjo dhe duke ardhur dhe duke u zhvilluar. Cili ka qenë materiali më i pazakontë që keni përdorur ju në një nga punimet tuaja në instalacion, por që është fshehur diçka pas tij? Aty tash kam të gjitha instalacionet kam ndërthurje nga më të ndryshmet. Mund të përdorësh plastik, mund të përdorësh pjesë druri, mund të përdorësh pjesë metalike nga makina, deri te qarqet e integruara që domethënë janë të prishura, kanë ngelur nga në ndonjë pajisje, është marr, edhe siç është rasti te kjo atletja që mund ta shohësh nga poshtë, është komplet qark elektronik, janë marr domethënë nga të gjitha fushat, materialet, dru, plastik. Kjo është edhe e bukur e instalacionit, se ti çdo gjë që mund të vendosësh, mund të shtosh, mund të heqësh dhe ajo të lë hapësirë që ti të bësh diçka me vërtet të mrekullueshme, që ti pëlqej çdo njeriu. Si e ideoni ju një punimin tuaj dhe jepni në fund atë formën e instalacionit pra një vepër arti? Atëherë, paraprakisht unë bëj një skicë. Kur jam duke bërë diçka, ndoshta për shembull që më pëlqen për veten time, edhe okay, më vjen një diçka, duhet të bëj një diçka nga natyra, nga automobilizmi, nga e sajoj dhe e skicoj në letër. Në bazë të letrës pastaj filloj dhe i ndërtoj, marr të gjitha pjesët që më duan. Edhe filloj, bashkoj një, bashkoj dy, bashkoj dhe krijoj diçka. Pastaj ajo ka hapësirë që ti shton, bën, ka shumë. Kurse kur më vin njerëz të veçantë që thon dua këtë, dua atë, okay, dhe aty ja skicoj, që edhe ai të bindet, domethënë që është komplet diçka e bërë nga zero, jam me dorë dhe në kohë reale. Jo të rish edhe të kopjosh ande çdo gjë, më krijohet në mendje patjetër, se ndryshe s'ka se si mund të bëhet. Këtu kemi makina të vogla, kemi objekte të ndryshme që i përdorin në përditshmëri, por këtu janë në formën e një instalacioni. Çfarë ju frymëzon ju nga puna juaj e përditshme? Frymëzimi patjetër dhe unë si çdo, domethënë te pjesa flasim tani gjinia maskullore që kemi qef makinat, motorat, aty jam dhe unë më i përqendruar, bëj makina, motora. Po pastaj patjetër që dal nga trajektoria, mund të bëj një avion, siç kam bërë këtë aeroplani, mund të bëj një aparat, mund të bëj një si të jetë porosia dhe si të jetë domethënë atë ditë që dua të bëj diçka, si të ndihem unë dhe çfarë kam në mendje dhe zbatoj, skicoj, marr pjesët që duhen, i kompozoj dhe del. Puna me metalin kërkon durim, por si e shihni ju këtë proces? Më shumë si art apo si zanat? Apo ta themi më mirë një ndërthurje e të dyjave? Kjo është e ndërthurë patjetër. Dhe si punë patjetër që duhet parë dhe si punë, dhe është punë, se nga momenti që ti i prodhon këto objekte, si mund t'i themi, ose vepra dhe i shet nxjerr të ardhura, por duhet parë edhe ka dhe atë pjesën tjetër që t'jep kënaqësi shpirtërore, që nuk ta jep as të ardhurat monetare, as një gjë. Në momenti që ndihesh mirë kur ti krijon diçka dhe je shumë rehat, e kupton? Janë të ndërthura të dyjas ato që më the. Si reagojnë personat që kërkojnë të kenë një vepër të përfunduar nga ju, pra ose cili ka qenë komenti më i bukur që ju keni marrë? Janë bërë disa evente edhe te sheshi Skënderbej, kur kanë qenë këto me gara, me makina, me këto të retro, se kupton, dhe më kanë ftuar aty dhe të gjithë, po pjesa më e madhe që janë bërë kurioz janë të huajt. I shikojnë dhe japin vlerësimin maksimal
thonë që si ka mundësi të kesh kaq nerva, sepse edhe nuk e kuptojnë se si aty duket sikur çdo detaj e marr aty që ajo për mua është më e thjeshtë patjetër. Për si ti thua është një që merret me piktura, se si e ke Berti këtë pikturën, nuk e kupton dot. Ai e ka në kokë dhe ka më të thjeshtë. Po që komentet janë nga më të ndryshme. Zakonisht shqiptarët nuk është se janë qeflinj të këtyre gjërave, më shumë të uaj. Çfarë projekti keni në plan për të vijuar ose një punim që jeni duke realizuar? Atëre, projekti i radhës është, pasi kam mbaruar këtë G-klasin, këtë Forestradën e kam porosi, është një që i ka qef këto Forestradat, dua të bëj atë Cybertruck-un e Teslas, sepse i ka linja shumë të prera, edhe kam dhe atë porosi. Pastaj më vonë, në mendjen time kam që të bëj diçka më të madhe, automjete ose automobile të vjetër që kanë qarkulluar vite më përpara, po me përmasa reale. Le të themi Fordin që ka qarkulluar në New York në 1912, që është më shumë i ngjet një karroce nga ato të kuajve se sa automobilit. Që dikush që i ka qef vërtet automobilet mund ta porositi dhe ta veri te holli, te salloni, mund ta verë në obor. E kupton? Po nga gjërat e vogla duke hecur dhe duke bërë gjëra më të mëdha. Tani do ta bëj edhe një pyetje ngacmuese, sa është vlera e këtyre objekteve? Tashi ato fillojnë nga pak edhe arrin deri shiko, gjërat artistike nuk kanë çmime, kupton? Është si punë e asaj ku ndodhi në jashtë e banane, si e ngjiti me ngjitës ai dhe i vajti vlera, nuk e di, e mori e ngri dhe pagoi edhe punë e këtyre. Nuk është se ka një, ajo mund ta ketë koston shumë minimale, po thjesht është mënyra se është gjë artistike. Do doja pak të ndaleshim edhe tek punimet tuaja që keni këtu dhe t'i shpjegojmë pak më shumë me detaje se çfarë janë. Atëherë, këtu kam një aparat që është bazuar te një aparat i vjetër, Nikon, që është ikona e aparateve fotografik. Kam një, si thënë, mjet luftarak, se mos t'ja themi emrin. Një avion në ato të luftës dytë botërore, Spitfire, si quhet ky, një Forestrad G-klas, e berdha ajo me të gjitha detajet që e do ai që ka porositur. Janë dy njerëz aty që simbolizojnë rrugtimin e një çifti, një femër dhe një mashkull. Është kjo atletja këtu, është kjo pjesa tjetër këtu që simbolizon natyrën, që është një pincë që është duke ushqyer zojsht e saj me vida, kuptohet se çdo gjë. Është ajo makina qethse, është makina e tatuazhit aty, është kjo tjetra këtu kitara që është e gjitha dhe kjo është bërë porosi, po ai është jashtë për momentin derisa të vita marrë, do që ta vendosi te lokali vet. Sa kohë duhet për të realizuar një punim? Tash kur është një gjë e vështirë, kërkon pak kohë. Por çelësi i kësaj është që nëse ti e nis, duhet të ecësh shpejt dhe ta përfundosh. Nëse të vjen dikush, siç na erdhën këto njerëzit tu dhe pyesin për diçka tjetër, të nxorën nga trajektoria, pastaj është shumë problem që ta kapësh fillin, nuk e kap dot më. Është si të them, si nisë një pikturë, duhet të vazhdosh edhe ta mbarosh. Se për ndryshe, sa të vesh, të fillosh, të futesh prapë në brendësi dhe të ikën, nuk e di, është ndjesie e çuditshme, të ikën ai frymëzimi, nuk e ke. Ose do vazhdosh mbas 3 ditësh, të mendosh se çfarë kishe në mend dhe të fillosh prapë. Dhe në mbyllje të intervistës do doja nga ju një mesazh për të gjithë të rinjt. Atëherë të gjithë të rinjt që jetojnë në Shqipëri dhe ata që kanë emigruar jashtë, duhet me patjetër dhe të reflektojnë, të kthehen pse jo dhe në Shqipëri. E shikojmë që dita ditës çdo gjë po ndryshon, nuk është me siç ka qenë më përpara. Të huaj gjithande, ne e shikojmë për ditë, del në Tiranë, në shesh, shikon, të duket vetja sikur janë në Europë. Të vinë, të merren në një biznes, të punojnë, sepse patjetër e ardhmja është këtu në Shqipëri. Sado mirë që të jenë nëpër vendet e huaja, prapë je i huaj. Dhe mos t'i gënjej mendja se po ikën ande u bubu, asnjë gjë nuk bëjnë. Këtu duhet të vinë. Dhe e fundit fare, të gjithë të rinj duhet të respektojnë prindrit. Ky është mesazhi. Të duan nënën dhe babain. Dhe me këtë mesazh të bukur që na dhat, unë ju falenderoj shumë për kohën që na dedikuat ne dhe që na zbuluat më tepër nga arti që ju bëni. Faleminderit. Ishte kënaqësi.